Pasha zotin ka. E këta e kena loqën më të mirën. E di që ti gjelozën që s'ke dalë të mirë, ama... Unë s'moj me kanë gjelozën se jam I përzim me nazi, me komësi. Ha? Se çfarë komësi e ki? Torkelapit. Sot e more vesha? Mantia ti qëtë Prishtina, Prizreni qëtë Pitet. Pitet. Po, a mantia të Prishtina I qëtë, se Prizreni si ka qitë kur mantia. Seriozisht? Seriozisht. Tete qëshje? Qësh po kalan? Mirë shumë, jo, apo lodhën e apo keni puna. U kënaqëm, pasha zotin, nga, mone kur t'ju shot ty edhe burrin tanë, pasha zotin, po ta tham shumë seriozisht, me epni një ndjen tepër shumë të veçantë. Lom jo që jeni një qëve njerëzit do të me marrë pësem prej juve, se çfarë kulture keni. Na kena ardhur për një qytetit që ka qenë gjithmonë në jetë qytet, për Prizrenit. Okej. Aty jo në gjinja, ndoket se më të përparum në krejt Kosovën, se s'po hin Jugoslavi. E kështu që na jemi gjinshëm me gjithkon jemi të afrum. Sa mirë. Allah hile, a di me bo ushqime të mira, sepse unë kom një që gratë e Prizrenit e kanë kuzhinën speciale, sidomos mantia që ka I qesin. Mantia ti qëtë Prishtina, Prizreni qëtë Pitet. Pitet. Po, a mantia të Prishtina I qëtë, se Prizreni si ka qitë kur mantia. Seriozisht? Seriozisht. Kuj na kon për parim na në Shadërvani, na kon që kina hongët dhe mantia kur njët s'kisha hongët. Qitash po, tash po Zere e gruja ka kon e Prishtinës e martu. Bon vaki, se për para në Prizren s'ka pas mantia. Pytja jeme sotit është kja. Cili është ushqimi mas shumë ti që e ki marak? Edhe me pregadit, po edhe që e hanë. A na e haj mas mirë të tavën e Prizrenit, e cila është e përzime me kretë perimet, e me mish. Qysh bëhat që ajo tavë? Bashkë Ajo tavë bëhet ma shumë me kep, me speca patlıgjana e me mish. Okej. Ajo bëhet e më furë zihet. Oh, sa jemi. Anë me Ramazan, që këshan gjithë mas iftarit. Ajo më furë zihet. E të një ushqim e ban ti me ma shumë dashuri. Une për shembull krejt I ha, edhe I boj, vetëm djekës nuk ha, se s'ma do luksi. Okej. E nëse burrit kishë thonë, mu më ndreq një ushqim, ti që se ha, me ma shumë dollë ma djekësa, a ja kishe bo me dashuri? Ja kisha bo me dashuri, me qef, mja plotsu dëshirën burrit, se për qatë burë jo më shku në atë shpi. Këshërë mëre oj, qikat e reja, jo që po ndahi fërcani. Merni më imsem. Burri duhet mja plotsu çdo dëshirë, se ai ta plotson ty apo ti. E vërtet, një burr që se plotson gruan e vet, po ka me plotsu. Këshilltarën. Ta zemrën. Pasha zotin ka. E këta e kena loqën më të mirën. E di që ti gjelozën që s'ke dalë të mirë, ama... Unë s'moj me kanë gjelozën se jam I përzim me nazi, me komësi. Ha? Se çfarë komësi e ki? Torkelapit. Sot e more vesha? E kom mësua gjuhën turqen në prezent. Nësë së ma bi? Isa hasëm? Ki kësy me ta. E ke di që kina kësy me ta vallahi na kanë pa një gjinjave dhe I kanë gjelozu. Prej të parit e të mramit. Rujt zoti. Faleminderit shumë. Jeni qifti më I mirë. Ju rujt zoti. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjanat e mira I sëllën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.